Do më na mytë njëri. Jo me të rini ju hala. Kur pikturaj, e kam një lehtësi në shpinë. O kryma. Pyetje shumë e mirë, përgjigja edhe ma e lehtë. Kosova, jo vetëm që është shteti më i ri në Evropë, por konsiderohet si shteti me moshën më të re mesatare në kontinent, ku jetojnë rreth 1.590.000 banorë. Këtë ka pak, kësaj here nuk i dedikohet të rinjve, por të moshuarve që edhe pse kanë kaluar moshën 65 vjeçare, nuk ndalen me aktivitetet e tyre. Për ta, jeta ka filluar në këtë moshë, e jo mbyllja apo izolimi pas pensionimit. Nga mosha 60 deri në 100 vjet, në Kosovë jetojnë 254.167 persona. 132.910 femra dhe 121.257 meshkuj. Këtë rrëfim po e filloj me Faik Qitaku, një ish profesor dhe sportist i cili për pak kohë do t'i mbush 84 vjet, por i cili mbetet aktiv në sportin e ping-pongut. Moshatarët e mi, shumica e tyre kanë shku në botën e amshushme, që shpo thonë. U e du profesionin tim, lëvizjen, e kam lëvizjen, po, e du sportin për gjithësi, po sportin e shëndetshëm, jo sportin e egër. Marë pjesë në garat e veteranëve, si në çdo vend të Evropës përparuar, edhe në ping-pong, janë garat e veteranëve të ndame si mas moshës, grup moshave. Po. E është 5 vjet është diferenca e grupit. Te une aje grupi nuk ka që i rrok 5 vjet, kështu që vjen grupi tjetër pe 70 deri në 80 në fund, po. E u jam i fundit në vjet, e në 500 tim jam maj miri, po. Në atë grupin pe 70 fi ka lojtarë të mirë që luajnë endin e për ekipe. Pushtroj s'paku 3 herë në javë vi këtu, se kom largë, po e shfrytëzoj hecjen deri këtu. Ju kësha thonë një thjesht, me lëviz, me tri, atje ku po punojnë, me gjetë emocionin e punës, dashnin, me thonë, jo në atë kuptimin erotik, po dashnin, ndaj profesionit, ndaj fëmijëve, ndaj trive, e mu knaqë me ta. A ka ditë që e vëren që e kini farë mungese, edhe ajo munges vjen prej mos aktivitetit ose mos ardhës në ping-pong, për shkak? Ka, kur mra kë gripi që tash, po. Shpia më thanë duhet me i bo analizat. S'kom qef me shku të mjeku, po. I bo analizat ndullën të fartestësh pa lidhje, po. Më thanë me nejt ratë. Edhe, qa bonet e? Nejt e ratë, po apet u qova, kur shkuën me lviz me dru. Me dru, se kom më borën e kom drut, kur nuk më dzejnë bolë, se kom hapsirë të madhe, dhomën s'po në dzejnë ajo. I dhash i qkyova do, por shita se kërë shiz, gati theva komët. Pe dëshirës me lviz e me bo diçka. Djalim tha duhet me shku me i përsërit ato testet edhe një here. Qa i tha?
Thash, nuk muj me shku, thash se mirë po ndina. Se kom ping-pong. Po shkojnë ping-pong. Tha për hatër tem, lutna sa me shku me po. A ngove jo? Se ngova, po duhet me nguhe. Deri kur ki me lujt ping-pong? Deri sa të mbajnë komt edhe sytë. Se vesht ka nisë me mëshues, po s'po më pengojnë. Po, sytë edhe komt. Dora, s'ka problem. Se dora është edhe e bollit, si ku ata dirigentat që po bojnë me thupra. Po. Edhe unë këtu, po me komt qëtu. Hajde. Sa 33 te kë? 10. Vesh 73 vjetë dhe. Ede. Po munona me t'i këthyë ty, po s'muj me i këthyë si baba jëtë. Bravo, sukses. Bravo. Me havera, ping-pongista. Po. Nga topi, dalim tek ngjyrat. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në banesën time të vogël, të ngrohtë. Unë jam Raimonda Katanolli, për ndryshe pasion e kam shumë pikturën. Shtadet vjetë i mbushit tani në qershor. Këte rifejlova pasionin tim për kohën e Covidit. Neve me qenë se të gjithë ishim të mbyllën, s'kishim qka me ba, hajde, po zgjedh dishka qka të marrë, të zbavitem, të humbi pak kohë. Unë kisha shumë obligime, isha tek djali atje. Edhe unë një ditë pju them fëmive, mora ca letra tyne të vizatimit, edhe pju them, hajde tulemi pak të vizatojmë. Mi pruna ata edhe fillova une me pikturu, e bana në qelq, lullet. Tani bashkë në telefon e kom atë punim, edhe po më thotë mbesa, gjysha sa bukur ti po pikturojshe. Pse more gjysha nuk po pikturon? Adhin, është shumë bukur me pikturu edhe kalon kohë edhe asi, edhe që ajo ka qenë rifidhimi jam. Kur pikturoj, e kom një lehtësim shpirt, e kom një dashni qaq të madhe ushqej që as nuk muj me shpërnda se mbaj për veti, mu shqen shumë. Edhe dise kur pikturoj, nuk kom fare stres. Unë prej se kom fillu me pikturu, stres absolutisht nuk kom. Kishte me qenë një mesazh shumë i mirë që atëherë bashkë kur mendojnë se ka përfundu jeta, kur dalin pension, se me pension vërtet njeri u mbyllet, është satisfakcion me dalë në punë njeri ju. Se ka një muhabet me kolegët, dele pi një kafe, kthehet në shtëpi e ka vullnetin krejt tjetër. Kështu është i mbyllur kryesisht, po me qenë se neve duhet jetojmë tutje, ta vazhdojmë jetën, atëherë duhet zgjedhim diçka që neve na kishte konvenu për me ushqy emocionalisht. Se neve na kap një farë mërzie pensionerët. Është puna e të ardhurave, i kemi të ardhurat shumë të vogla, gjithër mendojmë s'kemi mja dalë, s'kemi me ka përthy mujin me muj, po kur kishe me u marrë me dishka, atëherë kish me qenë një satisfakcion i mrekullueshëm. Kjo është punimi im, kjo është punimi im është. Ndëgja, kryesisht punoj natën, kryesisht. Ka ditë që 5 orë nuk ngritën fare, edhe nuk e ndi lodhjen heq, edhe pse vuj prej shpinë, ose qafës, po nuk ndi lodhjen. Po, kryesisht, kom ba shumë dhurata, miqve, të dashurve, familjarve, po edhe i kom shit, sa.
Po këtu nuk shkojnë, po mendoj nuk din me vlerësu punën e artistit. Shumë çmimi i ulët. Kime vazhdu edhe gjatë? Derisa të kom frimë. E adhuraj. Është, do me thonë, ushqimi i dytë pas ushqimit që e ha. Është ushqimi i dytë. Po kjo nështë më tepër më jep emocion se ai ushqimi që e ha. Nga zonja Raimonda dhe pikturat e saj, bartemi tek peshat dhe një burr që edhe të rinjt do t'ja kishin zili trupin e tij. Përshëndetje, jem Hazir Demaj, 75 vjeçar. Shufra 20 kg, 10 milion, 10 milion, 10 milion, 10 milion, 40, 20, 5 milion, 5 në onën tjetër, 70. Apo i bjen qa që nësë? 70. Ma pak pesh se sa vjetë e këti personi. Hajde forca! Hajde për provojore! Hajde! Hajde! 70 kg. Jo, shoku jam, s'po... Pasha... Pasha dhe s'po më ja. Po, jo për kopi më, hajde një mam. Po, hajde një mam, po, shbesën, hajde një mam. Pasha zotin s'po më i me livrit. Ja, kape, qëfar ti s'ka shkosh. Nuk kam shansë, ha? Pasha zotin nuk kam shansë. Bravo, që thej. Bravo. S'unë është me i quë, më lidhë me kush. Pasha zotin, qëfar kushti më jem veti? 70 kg, a jem veti? A jem dokë të bukës? Po, jo pasha zotin s'po mëj. Tash, ku mi bo 75. Hajde për një 75. Hajde. 75 kg, ha? Po? Hajde. A më në soj bën? Hajde të këshyrim. Të këshyrim. Hajde këshyrim. Heqi dur. Mashallah, bre. Bravo, bre. Pa. Apo do me le. Pas pensionimit, kjo ka ndodhë para 6 vjetë. Në fillim, unë i kom pru në fitness njipin edhe mesën. Mirë po, kër e pash që vesha edhe veç që i besha ata. Thash pëse edhe une nuk ushtroj. Ashtu ja kom njësë me ushtruhe. Jam i rregullt. Veç gjdo ditë. Fitness. Për pas të dildeve, ushtroj së paku 2 orë. Sa janë qëtë 10, ha? Se normal, ha? Rënë? 25, ha? Po 25. Hajde, do me të një mu. Falemnderit. Jo, ha? Unë e të thiri kur të mdush. Hajde, okej, Po, pa tjetër. Hajde.
Ka 25 e nësë. Bravo. Drague, si drague. A I bën me 30. Me 30. Hajde shkoj me 30. Para se që ja kom nisë, unë kom pas mbi pesh, I kom pas mbi 93 kg. Tani I kom 77 kg. As ma tepër, as ma pak. Me vite. Dhe e një vetën jashtëzakonisht mirë. Hajde me lot. Janë triceps mirë, po më doku. Bravo. Bravo. 45, ha? 25. A 25, në triceps mirë. Mirë shumë. Për zotin po. Për shkak të Bravo, basketbollit. bravo. Po. Po që kom... E po shumë luajt barë, basket. ka ushtron. Qëre ushtrimin që e bën për herë të parë. Unë e ushtrej zakonisht për 7-8 me mramje veç. Veç të me... Dora dhe tja. Po nuk është keq ajo, nuk është keq. Du të marrë me ty në ushtrime. Pa tjetër. Pasha zotin. Ti, treneri jam e fitness. Kur dush. Kur dush. Edhe nga punës të punë. Barë nga, ki marrë Jo. Po une as që isha as pe gripit, na I gripi, na I zdi qka është smuja ose barna, ose jo. Kur e sheni vetën si 75 vjeqarë, edhe e shen diko tjetër 75 vjeqarë, a do këtë vetja ma ndryshe? E tash unë e kom pak vështirë mu takue me moshatarët e mi. Jo vështirë, unë jam shumë mirë po jam pak ma I shëndetshëm. Këte e kom për shkak që jam marrë me sport. Dallimi është shumë I madh. Mirë po, ma herët asë unë se kom ditë çka është fitnessi, edhe pse tek ne sukoni zhvillum. Tani, edhe pse ja kom nisë shumë vonë, po edhe tashmë ja nisë I moshuari, është ma mirë se me nejtë ratë. Asë një bari nuk të bën ma mirë se sporti, se për kardio, për muskuj, për të gjitha. Alo? Këndën jeta me benzine? është gabim. Përkundrazi, duhet atëherë se njeri kur ka obligime, mundet me thonë jam I zonën, s'muj, edhe pse gjithmonë mundet me gjetë çdo kush 30 minuta të lirë. 30 minuta çdo ditë me ushtrue është shëndet. S'ka sen më të mirë se me ushtru. I paljesër s'ki ofër me ecë, me bicikletë, me dalë natyrë, mës me nejtë në shtëpi. S'është kur vonë, duhet me janisë. Pak është ma mirë se heqë. Une në mëngjes kur zgjohna, mua trupi ma lypë që me ardhë këtu me ushtruhe. Unë s'muj me nejtë asë një minutë në kohën e saktume, jam I përpikt, ja zakonisht. Gjithmonë të njëjtën kohë, jam këtu. Peshat anash, I ikim tek një zonjë që me lëvizjet e saj duket si një flutur.
është kjo Amerikanja e Kosovës, Janet Rainek, e cila I ka heq me pak se 70 vjet. Even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. Shumica e njerëzve mendojnë që me moshën 65 vjeçare përfundon jeta, edhe duhet me lajtë në shpe, me kështu nipat edhe në vjeçar, edhe mos më marrë me asnjë aktivitet, mi dalë veç me ble bukë. O kryma. O kryma. Mendon që me 65 a përfundon. Ma qfar, unë do të punoj deri sa po se ma kupton, ose deri sa s'po muj me bo kur gjo, ma. Pa unë e qohem qëto mëngjes, që sa vjetë, sa dekada, qëto dit, kur qohem në mëngjes, po mendoj, kam edhe një dit, edhe po funksionon, po shoh, po një krejt, po duke që hala mirë, atër muj me punu, qka muj me bo sot për botën, qka muj me ndihmu diqka botës sot, edhe një dit e kam. Ndoshta do të kem edhe 20-30 vjet, ku më dit, e kam 70 vjet tash. Ndoshta do të kem edhe 2 javë, pa marrë parasysh. Unë qëto dit e kam me realizu diqka, me bo diqka, se kjo bota ka shumë nevoj për ndihme për qëto anë. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. Janet çdo javë mbledh 10 gra, duke I ushtruar ato në kërcime të ndryshme, por duke krijuar edhe kauza sociale. It's only for tonight. Unë jam këtu në Kosovë, se po një vetin shumë mirë në Kosovë. Djale I kam në New York, do thotë është edhe më kanë në Amerikë, unë jam në Kaliforni, larë djalit. Do thotë djali është mirë, unë jam mirë, edhe unë tash mujmë jetu në Kosovë, edhe me kriju një jetë këtu, edhe me bo që ka mujmë me bo. Edhe në Rent Park këtu e kemi World Dance Kosova. Do thotë jemi në bashkim me World Dance në Amerikë, po kjo është World Dance Kosova. Edhe qëto muj, po mbledhim pare, para një muj kemi ble një lopë, me qatë pare prej kësi valzimit, kemi ble një lopë, 7 zënd, do thotë lopë e madhe, do të ketë emnin Lara nga Kosova, do të ketë lopa jone në Rwanda, edhe në këtë muj kemi për Ukrajinit. Për mu jetë veç fillon tash, ama unë kur një jetë s'kam një ma me energji se kam punë me kry. Çka ju propozon moshatorëve të? Shumë interesant në Kosovë, se kur po hecë në shesh, qëto ditë po shumë edhe burat në moshën tem, shumë burat, se unë kryt janë pension, s'kan që kam e bo, gratë janë të shpia tuj gatu, tuj këshur lipat në mesat, edhe po kuptoj që qysh është ritmi I jetës mas pensionit këtu. A për mu, ajo është absurd, njerëz halja kanë energji, është momenti me ndimun, di kanë në Kosovë, ka shumë nevoj për dime, shumë njerëz ka nevoj ose me ndihmu vetës. Ose me ndihmu koqia, ose në familje, kuptohet. Veç për mu, jeta është me ndihmu humanitet. Për tjera arsyre nuk po shoh. Veç unë shqyqyr që në familje ime po jetojmë gjatë, gjyshe ime ka pas 102 vjetë kur ka dek. Nana 93. Edhe një 40 vjetë mira. Këshirme, edhe me desë nesër unë jam knaqën. Thank you. Yeah. Pasioni ti për motocikleta nuk një mosh, quhet Salehu Ruglica, dhe I ka heq me pak se 78 vjetë. Po ti Sale, ka bu me këto? Ë, Shumë interesant. 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 Shumë interesant.
Me legjendën. O, mo t'i ftoft, që ka ra bërë gjithë ditën, se e kësha nëreq. Nime? Po, vëllohi. Po del me to? Ja, ma shumë me këto, se me po. Veshnia me ka dvetat, veshnia. Kur të mësojnë me këtë vogën, thënë, au, pe kolli, thënë, po fonë, ma gora. Ma gora, a? Së më shërojnë, me to, se shkëna për qërë sa koke. Qa s'ki qef mu po me këto? Ja, Çfarë viti është që kjo? Ko i koke? a që kum grona, qysh? Jo, që Unë e kum gro që 2015. Pe 2015. Po. Sa ku be ki koke? 750. Ki qërë duhet bërë këthejë kënë fshet, apo. I mirë shumë. I kum thonë fotografone për rënë, që 300. 300 km në orë, bravo. Fillojna shto po doli me shto. A, po. Hajde. Hajde. Po si sa mirë, me! Wow! Ka fjellë ka dyra, ha? O, në my të shrekë shumë. Pa të javë, bak. A në vëkom. Ja, në përrazë, ne? Dërë që dash. Shtyr, hajde. Dërë. Ja s'vanë Allah. Allah mu më ka ndut, kërë kam qika në Gjermani, në Zvicër, ta dhe një kërë, barak e kom mater. Ta shi këton bi, a kërë mu t'i mire për materën e marë. Mushatore tërë, une na përbon ja shkaj se rëhumi me dekës për dekëshe, veç edhim ta s'po drejke. Edhe në këtë moshë të s'ponolit. Ja, une që tashtin e ne një shodë dhe bje pi një kohë që fusht. Veç me që kove me hecë. Bravo. A, të për një nërë, bash nash. Do të thonë bimë. Hajde, më të qëllë. Nga motocikleta në vrap, ky njeri nuk ndalet fare. Tash e disa dekada. Do më nami të njeri? Jo vetërini ju halon. Ko është vetëri? Që ju je. Ko është vetërive? Ju të rinë. 43, a shtyjet njeri me një 83 vjeqari, 43 vjeqari. Mos u këshirë mu për ju të Po, rinë. shfarë të rive? Unë e lakmipi marrë ju ka Po, pari. shfarë të valojnë. Na të të morë lakmi ty, te e frimzimi jo, në aqë. Unë qumën e kërën Veseli, i lidhën me 13 tetor, 1941 në Gjilan. Kom hi për 84 vjetë. Unë kom fillu me vrapu si nxënës i shkollës fillore me 1958, kur në kom nxënës i klasës 8. Edhe kur nuk e konë ndërprejmo. Një javë vrapoj 6 ditë. A për para kom vrapu 7 ditë i ka java, 7 ditë kom vrapu, kur pushim s'ko pas. Edhe ate nuk kom pushu as kur kanë qenë festat fetare, po as ato shtetërore. Moti për mu nuk ka rëndësi. Kom vrapu në për shi. Kur më kanë zonë shivi këtu, te kom qitë normën se kom ljonë. Kom vrapu në për borë, të ra borë, në temperatura ekstremet ftofta. Deshin e tjenë ftofta, deshin e tjenë ekstremet dheta, si jam në kur. Mushetarët e mi kur më shofin mu, ata veç marrin lakmi edhe më livdojnë, e ju vje keq atyne që janë pak, nashta, ma pasiv se une, pa nga una tjetër, po shumë mushetarët mi janë shterë, s'ka netë për Gjilan. Jo, une ju kisha preferu ma mirë më marrë me aktivitet fizik,
me hec për çdo ditë, edhe më mirë me dek tu hec se me dek shtrat. Sa kilometra ose sa kilometra i vrapon edhe në ora sot mëngjesit. Edhe heqem edhe. Unë gjithmonë qohëm në ora 5 Po. mëngjes. Te të bona gati, 5:20, 5:25, nisëm pi banesës. Po. 10 minuta në 6, apo 15 minuta në 6, apo në 6, ndohë, unë jam në stadion. Qëtu? Po. Hecjen prej banesës, te këtu e kom të shpejt, si para pregaditje për me vrapue. Po. Kur vi këtu, atëherë vrapoj. 13 km, 11 km për çdo ditë. Po. Përveç ushtrimeve. A diçka tjetër? Jenë gjitë edhe me një malë që jo ma i madhe në Shqiptari? Jo, moja me nalt, Macedoni, Shqipëri, Kosovë. Moja e Karabi. Me nuhijen, edhe me një dakun, kemi bisedu të pi kafe, edhe po më thojnë, a do ti mu në gjitën majtë Karabit me neve. Unë pa me ndu mirë, thash u bo, thash unë me juve. Mirë po mi thonë drejnë, kur kom shku të shpia. E ki menua? Jo, kom vra me fjeda, po me ndoj onë pozitive që i ka trupi jam, po edhe onë negative që a kishim më ndodhë mu. Atje? Atje nalë. A ke vështirë? Kër jam njësë mund gjitë Piranzës, 7 ore gjysë kemi bërë të shku. Edhe një 7 më këty? 7 e gjysë 15 orë. Kër këm njësë mund gjitë, kejtë në për gurë, në për borë, e në për proska në për ujë. Mundi me marrë me menë, qëfar mundi kom pasë. Ama, kër kemi ardhën në Ranzën, mund gjitë bashkë majet, për pjetë me shku të majet të Karabit, një ekipe Izrael dhe u këtheket të poshtë. Po nuk kanë shku dherin majet, po kanë shku dherin qafë dhe u këthy. Edhe u kanë këthy këty në shokëve të bi, Nuhije se, Amnije se. Po, edhe një Hajrizi, edhe atjene u kanë këthy, për thojnë, me se mërë një këta me veti, lende këtu në t'ju vritë. Nuhija po më thonë mu, po tha, e kërëm tha, a këthemi. Tha, shku më këthy. Po më këthy të poshtë. Ja, jo, arabeshef këtë maja këtu. Po, ja i drekt, ja i gjallë këmë hypat. Edhe hypat? Pa më gjitë se jo. Bravo. Edhe kër jam gjitë në atë atje, aty, këtyre si këmë thonë, se këmë thonë atë punë asë gjohë, kështë punë e madhe. A më kër këmë hypë në atë, jam këmë shumë i këzushëm, shumë i emocionu, e shumë i lumëtër. Edhe këmë lipëtu vetë vetën. Bravo. A mundë për kënë njeri me dalë në këtë moshë, 83 vjetë, me hypë këtë majën, këtë mundi, me bo, si me ta marrë menja. Kur kom ardhën në këtu, këta kam mundu që unë nuk më qumë më në kovë mija, edhe me telefona. Unë më dalë në bashkë me mledhë bari. Që kjo shokë që ke, kjo që ditë, apo shokë të ditë asë në qohën, kjo të të basë shumë ti, ka që e rëzika. Unë e afonzohë për të madhe këtyne, që kam pranu me shku une, se këta kam pasë vretje, me se merli, ju ka thonën. Mi po këta ka vendohë të dy, e ka me morë se ja dim hukamën. Ka vite, besa dekada që praktikojnë sportin e pilates. Njëra mësuese, e tjetra praktikuese. Aktiviteti ka bërë që sot të jenë të mbushura plot vullnet. Në pyetjen, se pse duhet të jemi sa më aktiv në moshën e shtyrë, përgjigja është kjo. Pyetje shumë e mirë, përgjigja edhe ma e lehtë. Për me mujtë, me zgjatë jetën, me shëndet, me pas jetën sa më të gjatë, të shëndosh. As me pensionim, as në 65 vjetë, nuk përfundon gjithë shka, nëse me ko me ndonë edhe me ko bën agenda se si do të shfrytëzosh kohën. Po e di që është shumë rëndësishme se si ndihesh,
Se cili njeri 65 nuk ndihet njësoj. Dikush është më i lodhur, dikush është... Po, atë potencial që ka ta shfrytëzoj. Njëkohësisht edhe të pjesës... Mbajtja sa më aktiv pas pensionimit do të thotë edhe vetë eliminimi sëmundjeve. Unë i kam 67 dhe mendoj, unë vetëm që e mërzit kur kum dalë në pension kanë qenë fëmijet se kum punu në arsim. E sot në këtë ditë e më dhimen fëmijet. Se gjikush duhet me arrit qatë pensionin e vetë, edhe shumë lezet me arrit në pension. Na që i kalojmë 65-tat, po thojnë, është një thanje, e lexova dikun, jeni në fazën roza. Bile sot bisedu me zonjën Melihat, osteoporoza, skleroza, edhe të gjitha do të thotë fillon, por me ushtrime, nuk shfaqen këto smundje. Por, nga dalësohen edhe me i pas në një shej, ato po nga dalësohen, nuk vinë në rendin e parë. Dhe shkojnë për para. Shfrytëzoni momentin, esni, lëvizni, vraponi. Thjesht mos u mbyllni. Nuk janë as sa duhet me qenë. Kjo është mendimi të gjithë dhe sigurisht. Po unë e shoh ndryshimin e madh që kemi shumë mundësi. Thot dikush, jo, duhet me ushtru, duhet me pas të, duhet me pas ato. Kur gjoj që duhet me pas? A pensionerat në autobus ngërmi. Në një. Ajo është mrekullia e Zotit. Mirë po, dikush nuk e donë ato, po donë diçka tjetër. E desha me thonë që kemi mundësi, se përpara nuk kanë pas mundësi. Tash nuk kanë ofru mundësit edhe me ushtru, edhe me ecë, edhe më ullë me pi një kafe, edhe vete më ullë. Përpara kanë qenë tabu këto gjana, prandaj është në katë mësë me shfrytëzu dhe kësha rekomandu krejt grave me këndëri e bindi. Se cili e ka të mendimin e vetë, qëndrimin e vetë, po kur ki argumente dhe i thu kështu, sot dhe më tha një shoqe në telefon që fiziatri, një ku e ka qu në ushtrime. E unë atëherë i tregojsha që ndihet një vetë një shkon ka bërë. Dita është shumë ma e bukur se e kitë programume. E bën këto, bën edhe drekën edhe gjonat që i bën në shpe, i bën me tjetër disponim se e di që kimi a kushtu edhe vetës. E sot dhe më tha, kështë pa drejt, tha se unë i përshkoj fizioterapi. Tha është vishtit kryet fizioterapi, ati kime shku edhe pilates edhe këto tjera. Pra ndaj është shumë relative, po është në ka që kemi mundësi e nuk e shfrytëzojmë. Për fund, zonja Azbije, ka një këshill shumë e veçantë që lidhet me trupin tonë. Pak supet edhe kthesh. Vazhdoj. Do të thotë, me nisjen e pensionimit, po thotë dikush duhesh me hecë. Sipas hulumtimeve ma të reja, nuk duhet vetëm me hecë, por për me mujt me aktivizu nyjet, në veçanti gjujt, si parzi që e bone me topin, do thot gjuri duhet mu që lartë, mës me lon gjurin me nejt edhe mëse mujt majde me hypë shkallve. Do të thot muskujt duhet me u forcu rreth patelës dhe rreth gjurit, rreth zogut të këmbës. Si të hecim vetëm, nuk mjafton, si pas hulumtimeve ma të reja, për me pas një muskulatur të mjaftushme me mbajt trupin tonë.